me Eglin. Te Luri Kafe, edhe qa me bo. Kjo, zona jonë. Qikrej po më të nëzohë, pju e qikrej, me disdisit taj. Hajde bëj ati qëse, hajde gangster, mos qesh, bëj ati qëse. Gjesti, unë e di shumë mirë, do filloj të provokoj tani. Ka dhënë gjithë mekanizmin e tij e nxjerrjes në zarf të zi. Ka zohat, nëzosh atje, kome Bëj fillet gangster, bëj, po Hajde nëzosh të kazaj. Shu i kin lepuj, s'kesh bën. Sa të di çfarë tipi është që nxehet fill lajeti, tash ai të nguc. Hajde shtu skuta. Bylle s'qepi Mos ta tani. shoj tjerë, hajde shtu skuta. Bylle s'qepi. Atë s'ki ku qep. Shko shkruaj dojnë tekst se gjele aty. Një kantautor, që është prezentuar, nuk di ç'është metrika, nuk di sa herë hyn zanoret në një varg, le të shkruante dy fjalë, bënte një tekst. Asgjë. Ky është gjesti. Është një mashtrim kokë e këmbë, asgjë tjetër. Leporush i vogël. Sta marrë dhe shqit është ma gop, hajde shtu qoshe. Qoshe me zdiu në shesh të burave. Jo me diskretve. Të në burave. Eci në shesh të burave. Zoti Vasili nga sot e tutje. Ec! Vazhdo qesh aty të pasjura tani. Të lajeti është maj më shumë. Më duket që mëhet me babgjyshin tam, që na fëmija boj më shumë, na i nervozon. Karagjos. Qish këno është ta me tamë. Po do të bësh të gjë, e kam faj nuk që të marrë të seriozisht. Ti ke ardhur të bësh klon. Se mon vetër na që shefia. Ajt bolla shite këtu. Ti si shembull i mirë i alkoolit, më ka thonë, kur vetë konsumuesi i alkoolit e tepron, dhe ke bërë çështë shumë të këqija këto mrena. E nëse ti je shembull i mirë, okay, kokna e dhone. Varësia jam nga folur vetë këtu. Ti kur shkosh 51 nuk e di ku do jesh. Po e sigurt që këtu ku jam unë nuk do jesh. Po unë jam këtu për të rinisur. Çfarë ka ardhi këtu? Shtu ti, ai tu paketash, përse ka këtu? Do ta fitosh ti. Se ta fitosh ti. Ti je shumë i kampit. Ignoranca në pushtet është kovi në rrezik vërtet. Është një djalë i pa ditur. Shko. S'di që kanë me shkollë të emën, ta krejt dishëm ishin kompë. Qa ju ka zënë të rinisë? Qa është kjo pyetje valla? Qa kime ka zënë të rinisë? Mo më bëjë përnist? Nuk e di, është fëmia më i keq që kam njohur ndonjë. Shomulli më i keq. Kur vjen një klon në pallatin mbretëror, nuk bën mbret. Thjesht gjithë pallati mbretëror shndrohet në cirk. Dhe ne këtu jemi bërë cirk me gjest. Cirk. Lajert? Po, Ledion, së pari të sqaroj pak diçka që u përmend sepse jam shumë i ndjeshëm, madje më kujtohet edhe Egli në atë fryrje që po i bënin gjestit për faktin që i hodhi varsen e Floririt. Në jam i sigurt dhe i thash gjestit që tha Egli, o ka besimtar këtu që është Laerti, o s'ka njeri, kështu që ju kot po reagoni. I tha Aldos, kur gjesti tha, pse kujtosh pas 5 orësh dhe po më guc, po më fryn ti mu, dhe gjesti kishte ardhur pas mejet e shkallët e saunës. I thash, gjesti, hajde këtu, po, ti po thua, i thash, po thua, Allahu Ekber, Zoti është i madh, që e përdorin besimtarët. Qëndrimin e tim, unë keni 2-3 intervista që e kam thënë, se sa respekt dhe miqt më të mirë i kam të besimit musliman. Te Pazari i Ri, do me thënë, dhe te Xhamia Kokonoze janë të gjithë shokët e mi. Madje e kam përmendur këtu, në qoftë se Xhumi na dëgjon, mund ta vërtetoj, kur kam thënë që shumë çunat Pazarit të Ri duke u kthyer besimit dhe faljes 5 herë në ditë, kanë ikur nga shumë varësi dhe nga shumë gjëra, siç kam bërë dhe unë me thënë time ortodokse. Po unë e di shumë mirë që vërtet ne kemi Bajram dhe Pashk, po shqiptarinë e kemi bashk. Dhe nuk, në qoftë se jam keq kuptuar, kur i kam thënë gjestit aty që gjest, kur ke hedh kryqin, po ke thënë Allahu Ekber, nuk është mirë, sepse atë gjë e thonë disa njerëz të cilët janë shtrëmbërimi i asaj feje që flet vetëm për harmoni dhe për bashkim. Dhe unë për tolerancën fetare kam folur në gjitha ato intervista, madje, ja kush gjest, mund ta pyesni, kur ishte dita e përkujtimit të Timetit të Ndjer, i kërkova të lutemi bashkë dhe të bëjmë një lutje për të shprehur tolerancë fetare, unë si krishter dhe gjesti si musliman. Gjithashtu për respektin e tij, kur Gerta prishi fitoi Bajramin dhe ai u ngrit nga tavolina, i thash unë po ngrihem për ty, i thash, me atë që bëri Gerta. Pra, e kam sqaruar pozicionin tim, nëse jam keq kuptuar, i kërkoj ndjes, po të jetë keq kuptuar dhe në fjalë e imja të keq interpretuar, ja kush gjestit ma vërtetoj që se kam thënë për atë gjë. Por në qoftë se jam keq kuptuar, kërkoj ndjes të çdo lloj besimtari që mund t'i kenë thyer, qoftë edhe një 0,0001% të besimit që mund të ketë. Thjesht gjestit i kam thënë, ti nuk je nga ata. Dhe madje kam thënë dhe prajmin e kaluar, kur
më thanë që ti e mësove Gjestin të flasë. I thash, jo, se ka mësuar unë thjesht i thash Gjestit, Gjest, ti nuk je nga ta çuna, por kur e thua atë, po ta bësh një veprim, i interpretohet ashtu, po ti nuk je nga ta çuna. Është e vërtet Gjest? Po. Okej. Tani, përsa i përket, besoj për këtë jemi të sqaruar, Jakush Gjesti e fakton se, më falni jam pak kështu tani, po nuk më pëlqen kjo gjë, po t'jetë keq interpretuar. Përsa i përket pastaj debatit me Gjestit, e kam sqaruar, Gjesti thot, Laerti është në moshën e babait tim, shpesher i them bab këtu, edhe okej, do me thënë e qonë provokimin deri aty ku s'ban më, unë e vrikosem, shkoj përgjigjem, më kishte folë për rodën e burave, i thash dilë se është burave tani, po e kuptoj, Gjestit gjithë e bën për provokim. Po, edhe ti nuk është se e provokon më pak, se nëse a i të thot ty bab gjysh, ti i thua quni vogël, quni pashko, kalamaj keq. Po. Pra nuk është se e lë mangu ti. Për mua nuk është gjë e mirë kur Gjesti thot që shkolla s'ka puls për mua, sepse si shna ke thënë Ledion, e përcjellim dhe një mesazh aty jashtë. Nuk duhet thënë kjo gjë. Shiko, pa tjetër, mirë po, dua të kujtoj që njerëz shumë të mdhenjë të talentuar që ja kanë dalë në botë, njëkohësisht janë shkëputur nga shkolla për arsye nga më të ndryshme. Ajo që po thot Gjesti është që jo domosdoshmërisht shkolla të bën të suksesshëm. Ndonjëherë dhe një njeri i cili nuk e ka përfunduar shkollën, ja ka dalë në jetë dhe me të drejtë. Patjetër, po kur më provokon dhe më thot fjalë të tipit ministri i Greqisë, kryeministri i Greqisë, unë shkoj them, Gjest, e disa ministra dhe kryeministra Arvanitas pra me origjinë shqiptare ka pas Greqia, nuk di thot se s'di gjë unë. Atëherë shkon shkollë, them ta mësosh. Se çfarë bëj tani? Do të thënë, po vetë Gjesti ka artikuluar dhe ka thënë, unë kam mësuar nga Laerti. Gjesti është ai që ka thënë, dua të shkoj Laerti në finale për këto arsye. Dhe një nga arsyet ka qenë njohurit, dijenit e Laertit që më kanë ndihmuar. Laert, ty nuk do të pëlqente që Gjesti të shkonte në finale apo të fitonte këtë program, apo jo? Unë Gjestin, pyetja në zarf të bardhë ka qenë kush mendoni se do shkoj në finale, jo kush dëshiron të shkosh në finale. Dhe unë Gjestin e mendoj që do shkoj në finale. Por, në qoftë se Gjesti nuk do më pëlqente që Gjesti të fitonte këtë Big Brother VIP, sepse është modeli që ky format do të prezantoj për vitin 2025. Dhe mua nuk do të pëlqente që modeli të ishte Gjesti, një djalë që është prezantuar si kantautor, nuk shkrojti asnjë varg, që shpeshherë thot, faleminderit për respektin, edhe në talk show më tha fol ti, se unë nuk di, por nuk është shembulli i një njeriu që nuk di të prezantohet si një fituesi i një Big Brother VIP. Këtë e kam thënë dhe i qëndroj bindjes time për këtë. Qarë, Gjesti? Okej. Mas po i përnon atë alkoholin. Alkoholin unë e pi, e konsumaj, po e jo shumë. Edhe Laerti. S'kesha dashme më thonë Laerti mu, ti si shembull i mirë për rinin. Se për derisa e konsumon edhe kjo askus është shembull i mirë. Sa kam thënë për alkoholin. Po, në rregull, në olem qëtu, bilem thuj e pim dët edhe dët si jem shembull të mirë, edhe jem në rregull. Për atë gjë jo. Jo veç mu më drejtu gishtë. Për atë gjë jo. Sa i përket asaj që kom gjytë zinxhirin edhe kom përmen... Jo, atë e sjarove. Veç pak po dhe si po të kalzojone. Kur njetë, së është ajo urejta, ose na i sanën e fona. Jo, unë të mbrojta në prajmë, sa së është Gjesti nuk është ai. Edhe nuk isha dorë se për më bëri dhe trupi për këto tema, se në ledjen shumë tema prekse, shumë trona. E pra. Edhe për një me nuk kisha dorë shumë me full, kom full me Eglin, kom kalzu dësane që kom su prej hoxhallavëre që me diplom që janë të licencum për atë punë. Kështë që unë jam rrit me ta, edhe jam rrit nuk kam urejtë, unë e kam fenë, hem kërkot vetën, e kena një zotë, nuk isha dorë shumë me hi se nuk di për këtë sene, se mune mu ke shkoptu shumë, është televizion i madhë, ka shumë publik, edhe nuk isha dorë shumë. Prandaj thash që ti si e djali ty, nuk e thëmë për urejtë e këtare. Qërë alkoholin e pina, okej, në regu, se edhe për alkohol që kjo shumë herë jena për full për këtë sen, une du që adin do gjenohet më dhoja mës mi bon, adin tut ma me gabu, se për shamull me këthy shpinë e familjes, ose fukaros mës me një mu, ose ku ta di, une që tu jenë gjenohet më dhoja, se për këtë alkoholit, vish aje për shumë se krejt falin, adin, nuk është najsan, po nuk isha dasht, ka ozë që fartë e me rondi, Allah. Wow. Se për këtë po, kërcnimit që Laertit ja kum bo,
Ajo nuk u kone vërtet, është thjesht prej goje që ka dalë e kumë ngucë, bilem edhe ky ka kesha, ke keshte Lori ka Po, jo më jepe, se roba atë gjë. Po thash, Gjesti luan me taktikën e zarfit të zi. Po rash në gropën tënde, Arbri ka thënë dikur. Gjesti ka filluar hap gropa, provokon. Nëse unë bie në grop, është fajin, po rash në atë grop. Po nuk u kompon se si herë që me kërcnu... Jo, sigurisht kam qeshur. Sidomos Laertin me kërcnu kur njët, po thjesht s'mu rreke thash hajt, mos më hajde më kneme se ka përce urën adin e ngutsha. Kështu që edhe kjo e koptoj keshi, kështu që nuk ka najsan ma thellë. Cili është me qëndrimi yt, mendimi yt për Laertin Gjesti? Qëre, unë e vlerësoj për djenin e tina, ka informacione, është i lexueshëm. Faleminderit. Edhe kom respektu gjithë për këtë sanë, edhe mushën një respektoj. Po e ngucë. Po, kom qef me ngucë, më doget si baba jam, dhe qisha adin, kom qef me ngucë me bo nervës, se qartë të fil, e ka që ato. Po, nuk më pëlqen do sane që mi thëtë. Adin, se janë do sane tjera për shambull që më thëtë, ti mës më kthe për panicën, kur të folë, jo sane, vetë i bën që ato sane, dyqysh. Adin, s'kam qef me më thonë, ose një njeri dishëm me më thonë mu, ti i pa shkollë, shkom sa. Nuk kam qef me më thonë, kështu që... Nuk do t'a them më të kërkoj ndjes. Nuk do s'jellë në pozicion vështirë. Edhe ty të kërkoj ndjes e krejtve... Shiko, është e rëndësishme, sepse naturisht, se cili për nesh për zgjedhjet e tia, ndonjëherë edhe të ndikuara nga rrethana, që nuk ja dim tjetrit. Por është shumë e rëndësishme që nga ky program sot të shkoj mesazhi që fëmijë dhe adoleshent rrini në shkolla, mbaroni shkollën, jeta është aty, është e gjatë, do t'i bëni të gjitha eventualisht. Deshta me thonë diçka Ledion, se për këtë shkollës, le të mësojnë, le të shkojnë në shkollë, po në qatë minutë unë e kom pas në atë kuptimi që mu s'ma ka dasht, adin mu më ka falë zotit të tërsane, kom pas një talent edhe kom ditë gjithë ku kom e shku. Po, e thash atë gjën që... E kështu që shkolla normal që është e mirë për krejtë, se kur si e i dishëm, qka po të vynë. Kur the linjën e jetës që të erdhën prindrit, po mban mënd, të kam ardhur pranë dhe të kam thënë, ty bravo të qoftë që ndrove rrugë, sepse fole, si që kam folë unë për varsit, fole dhe ti për një varsi. Dhe thash bravo të qoftë, sepse rrethanat e jetës të detyruan të braktisësh arsimimin tënd. Por, si që më ngucni mua, edhe unë do vazhdoj. Po në regull dhe edhe unë e për të kërkoj folje. Gjesti, si e komenton ti faktin që Laerti thot që ti nuk duhet ta fitosh këtë Big Brother? Për shkakun e asaj që a i thot modelit që ti përfajson, le të themi kështu. Oke, unë e vish një sanë kësha dosh me thonë që kërë morën fillim këtu, janë konë krejt njerës të lexueshëm, dishëm edhe në moshë shumë atë modhe, e a thejsha vetë me vete ku jëm hi, që kom i përballën e këta krejt kanë informacione, se anë une s'djes qa kom e bo këtu, më bo me pyet dikush në i sanë, adin mes edhe bona horë, po sot ata s'jën këtu edhe unë i kom bjetu kohës, faleminderit krejtve, që që është arritje modhe për mu, një vend me të më shumë dishëm me kalu këtë sanë, që që jam krenar për vetën, faleminderit publikut, faleminderit për vetën. Arbër, një përballje brezash, një përballje mendësish, një përballje edhe bagazhi, që e përmendën të dy tani, por natyrisht edhe disi njerëz të ngjashëm, sepse kanë shumë pika që i përbashkojnë edhe Laerti dhe Gjesti. Kjo është një dyshe që kanë një marrëdhënie të gjatë brenda shtëpisë në intervale të ndryshme. Për shembull, unë kam parë shpesh herë që rreth një muaj më përpara Gjesti dhe Laerti gjithmonë nxirrnin në pa më të mirën e tyre tek njëri tjetri. Dhe më ka pëlqyer kjo gjë, sepse jo domosdoshmërisht për të ngritur veten duhet të ulësh tjetrin. Por pash tentativat e njëri tjetrit deri para një farë kohe për ta vlerësuar njëri tjetrin. Gjestin për energjinë, për sinqeritetin që ka treguar dhe njëkohësisht Laertin për ato gjëra që Gjesti i ka thënë. Mendoj që në këtë pikë të lojës, kjo situatë ndërlikohet pak më tepër, sigurisht dhe izolimi bën të vetëm për gjithë banorët, sidomos ata që kanë hyrë që nga dita e parë, dhe Gjesti ka dhe një arsye më tepër që kjo marrëdhënie tani të hynë në një fazë ndërlikimi,
për shkak se unë mendoj se Gjesti do në finale Eglin dhe nuk do Laertin. Ndërsa përplasja e këtyre ditëve, fjalët që i kanë thënë njëri tjetrit, janë fjalë që i kanë përdorur dhe më përpara me njëri tjetrin. Dhe për ta mbyllur, mendoj që Laerti është shprehur në një mënyrë shumë të gabuar me deklaratën që dha, por unë mendoj dhe besoj se si Gjesti për diskutimin e Kryqit, si Laerti për diskutimin e asaj deklarate, nuk ka qenë ai qëllimi, por mendoj që e treguan të dy një ditë më vonë, kur ulën me njëri tjetrin, dhe më pëlqeu sepse ai është mesazhi më i rëndësishëm. Dhe dua ta mbyll duke thënë që gjëja më e dashur për Zotin nuk është as dënimi, as ndëshkimi, por është reflektimi dhe pendesa. Faleminderit. Kështu që dua t'i përgëzoj të dy djemë që pavarësisht se shpesh herë mund të rishkasi këmba brenda lojës, arrijnë që përmes këtij formati t'japin dhe mesazhe të forta, të cilat janë të shenjta për shqiptarët. Faleminderit. Dy njerëz që ndahen gati nga çerek shekulli mes njëri tjetrit, breza që kanë jetuar kohë të ndryshme, kohë natyrisht shumë jo të ngjashme me njëri tjetrin, dhe që detyrohen të bashkëjetojnë brenda në garë për një çmim të madh, Neda. Unë përgjatë këtij debati, Ledion, kisha një pyetje të brendshme që doja t'i bëja Laertit. Laert, ti e ndan njeriu nga artisti? Jo. As unë, Laert, nuk e ndaj njeriu nga artisti. Dhe më vjen shumë keq që një artist si puna jote tenton të krijojë ndasi intelektuale mes njerëzve në formën që e bën ti. Unë mendoj që një artist ka vend për t'i dashur, për t'i afruar dhe për t'i mësuar njerëzit. Jo për të në mënyrë delirante t'i ul ca të nënës, ca të njerëkës, apo ne jemi elita dhe ju jeni populli i thjesht analfabet, të cilët nuk meritoni të fitoni asgjë në këtë jetë, jo më Big Brother. Prandaj jemi njerëz që bëjmë mëkate dhe ulemi të nesërmen, bëjmë një lutje të dy dhe kërkojmë ndjes nga i plot fuqishmi për na falur. Patjetër që jemi, po ti nuk e ndan njeriu nga artisti. Dëgjoj, ti ke për shumë kohë në Big Brother ke qenë artisti edhe ai zotëria i cili me dy strategjitë tua që unë t'i kam thënë dhe herë të tjera, strategjia për t'u kapur me emrin tënd, me emrin që ke krijuar në publik, dhe strategjia për t'u kapur pas vajzave të ka sjell sot deri këtu. Mendoj që për disa kohësh, për disa javësh, ke vendosur të luash dhe në optikën time po luan shumë pis. E kam thënë në prajmin e parë kur ka filluar ky Big Brother që emrat Big, dhe unë mendoj që ti ke qenë dhe je një emër Big, është bërë çdo Big Brother, çdo edicion është e habitshme, mendoj që ka qenë shumë e theksuar këtë vit. Çdo Big Brother, emrat VIP dhe emrat e mëdha arrin dhe kanë dashur që të ecin në këtë lojë vetëm nga emri që kanë. Dhe më vjen keq të them, po ty fatkesisht të shoh në moment aq të vështirë deliri, saqë sillesh me nënçmim për kudo që është aty, që ti nuk e konsideron as intelektual, as lojtar, as artist, apo ku e diun. Tani, njerëz të Zotit jemi dhe ne populli thjesht, Laert, nuk janë bota vetëm artistët dhe Big Brother në ta fitojnë apo jo vetëm artistët. Jo, nuk e kam thënë. Dhe njeriu i thjesht, kush është Neda këtu? Po, të gjithë ne që Laerti na mëson her pas here se çfarë do të thotë. Po Gjesti është artist. Jo, kush është njeriu i thjesht, sepse Gjesti Laerti nuk jeton me ne. Të gjithë ata që nuk janë Laerti, kur Laerti ka bërë luftën e denigrimit intelektual, e përbaltjes së profesionit të secilit nga aty. Tani, unë mendoj që shkolla është shumë e rëndësishme dhe i bashkohem asaj që Ledioni tha. Por ama, Laert, një artist si puna jote duhet ta di që analfabetizmi është plagë që kryesisht vjen nga varfëria. Dhe një fëmijë varfër nuk është përgjegjës as për jetën, dhe as për rrethanat e jetës tij. Prandaj dhe kam përgëzuar Gjestin, po ti ke vendosur të më thuash vetëm fjalë të zeza, unë sërish të falenderoj, nuk do heq dorë nga ty.
Faleminderit. Nuk të kam thënë vetëm fjalë të zeza, Kohët e fundit po Neda. por memoria selektive është e keqja e Zotit. Kujtesa e përzgjedhur tek mua... Nuk është problemi im. Ndaj, unë mendoj që këtë strategji ke patur, këtë strategji po bën sot. Mendimi yt nuk është mendimi i Zotit Neda, është thjesht i yti. Nuk do të thotë që ke të drejtë. Zotin, të lutem, do të kërkoja që mos e përmendësh më dhe mos e futësh më në Big Brother. Po se ke ti ekskluzivitetin. Mos e futësh më në Big Brother, sepse kryojmë incidente që nuk duhen krijuar. E veç parë. Kryojmë incidente që nuk duhen krijuar. Mirë, dakord Neda. Në rregull, të falenderoj shumë. Okej. Atëherë, shkojmë pak tek Domaj Gjumi që të sjellë pjesën tjetër të banorëve brenda. Më dëgjoni? Mund të ktheheni në living. Faleminderit. Ndërkohë, mbyllim lidhjen me shtëpinë për të përfituar nga rasti që ndërkohë që ata kthehen në living, këty njoftoj se jemi në një fazë ku akoma mund të blini me një çmim të reduktuar biletat e festivalit më të madh që zhvillohet në Tiranë, në data 13, 14, 15 qershor. Eagle Beat Festival sjell në një bilet të vetme 3 ditë festival me 30 ose më shumë artistë të njohur ndërkombëtar si edhe shqiptar. Njëri prej cilëve është ky që po dëgjoni në sfond, DJ Hugel, dhe po ashtu Dimitri Vegas Like Mike dhe shumë emra të tjerë të mëdhenj të cilët do të zbulohen dita ditës. Shkoni tani, merrni biletën tuaj në kuadër.com. Ndërkohë shkojmë sërish në shtëpi.